Të dashur shikues, të nderuar dëgjues e miq të radio televizionit Pendimi, jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit Drita e së Vërtetës, këtu nga studio qendrore e radio televizionit Pendimi në Prishtinë. Jemi së bashku me Hoxhën Fadil Musliu dhe në këtë vazhdim të këtij programi, në pjesën e dytë, do të përpiqemi kryesisht të japim përgjigje pyetjeve tuaja, të cilat e keni mundësinë për ati dërgoni me anë të mesazheve në rubrikën Dërgo mesazh tek webfaqja e radio televizionit Pendimi ose në aplikacion. Po ashtu keni mundësinë edhe nëpërmes numrit të telefonit në Viber të inkuadroni drejt për së drejti me Z, me thirrje, në +383 45 471 848 është numër kontakti që i mirëpret inkuadrimin tuaj nëpërmes Viberit. Kështu që ne të dashur dëgjues do të nisim me një herë me pyetjet të cilat kanë arritur me shkrim deri në këtë çaste, e më pas në çastin kur ju do të jeni në inkuadrim, ne do të japim hapësirën tuaj për të inkuadruar dhe për të bërë pyetjet e juaja. Dashur Hoxh, do të nisim me njerë me pyetjen e parë. Një shikues na pyet, thotë, a duhet një lloj të bëjmë bismillah edhe kur marrim abdest, një lloj sikur kur hajmë bukë ose jemi domethënë në procese të tjera jetësore që duhet të nisim me bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Se përket abdesit, nuk është kusht, do të thonë nuk është farz, nuk është obligim, patjetër me thonë bismillah, por është sunet të fillohet bismillah, e pastaj fillohet larja e durve, gojës, e hunës, e fytyrës e kështu me radhë. Pra, është një sunet prej suneteve të cilat i ka praktikuar pejgamberi alayhi salatu wassalam. Pyetjet të tjera që vinë nga dëgjuesit tanë janë mbi çështjet e këtyre 10 ditëve të Dhulhijhes, edhe sidomos për okupimi i kurbanit, po shoh që ka interesim edhe për okupim nga shikuesit e dëgjuesit tanë. Thot pyetja që ka arritur, thot, në një bisedë me një mik timin po flisnim për çështjen e dhënies së kurbanit, edhe po e trajtonim si mundësi që të bënim pagesën për kurbanin në vendet të largëta siç është Afrika dhe disa vende të tjera që janë më të varfra se sa ne. A lejohet që ta dërgojmë atje, sepse biseda me të thotë ose këshilla e tij thotë ishte që më mirë është të gjejmë familje këtu në Kosovë, të cilët e pranojnë edhe e konsumojnë mishin e kurbanit, cila është zgjidhja më e mirë që ju na kishit sugjeruar? Bismillahirrahmanirrahim. Këshilla ime për të gjithë ata të cilët dëshirojnë ta bëjnë autorizimin për thirrjen e kurbanit të tyre është që ta bëjnë përmes institucionit më të besueshëm që kemi në vendin tonë, edhe tashmë institucion tradicional edhe i njohur për këto organizime që është Bashkia Islame e Kosovës. Asnjë organizim në vendet e largëta nuk është më i mirë se sa të organizosh dhe të dedikosh kurbanet apo dhe ndihmat e tjera besimtarë musliman të vendit tonë. E kam thonë në këtë medium të nderuar, po e them prapë. Të pasurit e atyre vendeve janë të obliguar të ndihmojnë të varfërve të atyre vendeve. Cilën do shtet për marrëm në Azi apo në Afrikë, cilën do merre? S'po di tash, a është etike me përmend që po e zomë Somalia shtet i varfër, ose Eritrea, ose Etiopia, ose Djibouti, po flas në Afrikë. Për disa ka të pasur shembull Somales të atyre vendeve. Apo jo, sa ka të pasur në për Evropë. Edhe ata le të dërgojnë kurban atje, le të dërgojnë zekatin, le të dërgojnë sadakan, le të dërgojnë vitrat, gjitha ndihmat. Apo dhe këto vendet kënjera ka Pakistani, Bangladesh, India, disa ka të pasur shembull. Shumë të pasur se na ka atje në to vende. Po ka dhe shumë të varfër. Andaj fetarisht është rregull me marr pasunin prej të pasurve të atij vendi, çka?
me ia dhënë të varfërve të atij vendi. Qysh veproi pejgamberi alayhis salatu wassalam kur dërgoi Muadh ibn Jabelin edhe Abu Musa al-Ashariun, i dërgoi si thirrës, me i thirr njerëzit në besim në Zotin një në Yemen. Edhe çka i tha atyne? Ju tha do të shkoni te një popull që janë ehlu kitab, që do të thotë janë pasues të një libri. Ishte fjala për te krishterët. Gjëja e parë që e bëni tek ata, ti thirrni në besim në Zotin një, në la ilaha illallah. Ti thirrni në besim në Zotin një, që s'ka zot tjetër që meriton të adhurohet në të drejtë. Nëse e pranojnë, tha, atëherë tregoni atyne edhe mësoni atyne namazin. Mësoni namazin. Nëse e pranojnë, e falë namazin, atëherë tha, merrni zakatin. Merrni zakatin prej të pasurve të tyre, edhe çka? Kthene tek të varfërit e tyre. Nuk i tha merrni prej tyne zakatin e sillni ju ka në Mekë apo në Medinë apo që në një vend tjetër. Po tha të pasurve u merrni edhe u jepni të varfërve të tyre. Kështu është më së miri. A ke po këto ditë për shembull. Se ty për ne është kanë çështje në rrjetet sociale, mu ndoshta s'po dia janë 10, ndoshta janë 10, po 7-8 më kanë shkruar dikush në çapo është një Uganda. Po ku pe di vëlla kush jetë, çka jetë. Në motor tjetër, unë jam me fëmijë, burri më kam të smut, e kështu këta dhe unë çana ndihmat, unë jam Sana është kryeqyteti i Yemenit. Ajo kishte shkruar arabisht në profilin tem, kishte shkruar Messenger. Dikush nuk e di për i kujt, po plot vende, për plot vendeve. Pse e kanë po që është këgja kjo e sukseshme. Po ku pe di kush është e në? Pse mi besu atina në? Pse mos me shu të vllavi jam, të motra jam këtu? Na kemi fukara këtu? Edhe ata janë regjistru edhe numër është këgja i madhë, janë të regjistru dhe presin, meren, me mon ndihma nga shoqata humanitare, bamirë se bereqeti, që vepran që 30 e sa vite në kadër të bashkësisë islame të Kosovës. Për ata, kush dënë me prej kurbanin vetë me dorën e ti, me dirë gjakun, me qitë gjakun në borën e ti, kjo është mas miri. Po e zomë nuk mundet, sikuron, unë personalisht nuk mundet. Nuk i kam rendet, për arsye e mia. Personale, atë që kom bo? E kom bo autorizimin për me ma thirë kurbanin, kush bashkësia islame. Edhe jo që është kënë dyqka në farë suksesi, po bile në atë blokun, numërin me ndonë, ne është aty Fadil Muslive. E pagujt e i pari, e bon autorizimin, edhe ata e kryin. E ta shqohet pyetja, ku po shkojnë të kurbana? Kush dënë me ardhë me shku me po, edhe therën e tyre, edhe ngrirjen e mishit, edhe shpëndojnë e mishit. Po një pjesë e mishit të kurbanve shkën për nxënësat e medreses Alaudin, këtu në Prishtinë, po edhe paralel me ndarë që është në Prizren edhe në Gjelan. Një pjesë e vogël. Pjesa e madhe se ka shumë me mira kurbana, pjesa e me madhe i shpërndat fukarave. Është rjeti. Rjeti është, do me thonë, si me thonë rjeti Marimangës, edhe ta është dihet sa janë Prishtinë, sa janë Podujev, sa janë Gjelan, sa janë Pej, sa janë atje. Është rjeti, edhe përmes këshillave të Bashkisë Islame, shpërndahet, edhe shkojnë ata e marrin në ditën e parë, apo në ditën e dytë, apo në ditën e tretë e bajramit e marrin mishin e kurbanëve. Pra, ky autorizim është autorizimi më i mirë. Edhe këshilla ime për këta, edhe për të tjerët, edhe për çdo pyetje të ngjashme, është kjo përgjigje. Pra, nëse autorizon dikën, atëherë autorizoje institucionin tën, që këtë institucion nuk na ka sjellë dikush tjetër, apo nuk na ka ardhur prej dikujt, po bab gjëshë, themi në gjuhën popullore, kanë qenë këto, edhe gjithmonë mahet men se unë tash do me thonë e bona një mosh, po për një, sigurisht në për një moshës 10 vjeçare më i men, që i bjen për një 45 vite që unë për i më i men sendet, gjithmonë ka qenë kjo organizimi më bo përmes Bashkisë Islame, për ata që kanë pas dëshirë. Mirë po du me thirë vetë, i kam kushte thërë më revla, thërë edhe epja mishin krejt fukarave, nëse ta marrin.
Nëse i kia po du me thonë atë në familje, sepse tash është pak edhe problem, se nga njerë në familje nuk po i kemi fukarat, po du me shku dikun tjetër, tash valla ditën e Bayramit nuk kam në kohë, tash me marrë mishin me qitë në kerën me lyp. Autorizoj bashkën islame, e krynë, se i kanë listat. I kanë listat edhe janë njerëzit kompetent për atë punë, edhe nuk është e vërtet absolutisht, ajo është shumë, do me thonë, e ultë dhe shumë është qëllim i keq me mendu se me thirë kurbanet për mes bashkisë islame për japëshoj mishin haxhallarëve. Nuk kemi nevojë, nuk kemi rast social. Sinqerisht, nuk kemi rast social, se unë me dasht, vetë për vetën të me thirë, e thirë vetë me dorë, e me dhe marrë mishin komplet, se ki drejt mishin, me marrë dhe komplet. Se njerëzit mendojnë që është farz me ndonë 3 pjesë, nuk është obligim, ajo është sunet. Valla po duhet krejt me marrë për veti, krejt merë, ku fër problemis është. Kështu që, nuk e ti një hoqë, Kosovë që met rast social edhe thët, po është zotë ndihmon në mesh kurbanit. Nuk e di ndonjë. Kështu që nuk na jepni neve hoxhallarëve, por jepni fukarave, ju jepni nevojtarëve, edhe i dini ku janë. Bile nëse dikush është kurreshtar, monet ai kur shpërndohen ndihmat, këtu në Prishtinë shpërndohen te morgu i qytetit që është atje në lagjën Arbëria te Varrezat, aty thirrën familjet e nevojtarëve, monet dikush me dalë edhe me pa, ka shpërndohet mishi, kur fa problemi nuk është. Se do në fakte argumente. E kuptueshme. Në vazhdën e këtyre pyetjeve të kësaj teme, thot një shikues, thot unë nuk mund ta konsumoj mishin e kurbanit që është delja. A e kam thot të ndaluar, thot t'ja refuzoj dhënien në marrjen, domethënë kur dikush thot më jep mish kurbani të delës, a e kam haram thot nëse ja refuzoj, për shkak se nuk e konsumoj, për shkak të erës edhe shijes që nuk më pëlqen. Jo, nuk e ki absolutisht haram. Bile sevap e ki, të paktën nuk e merr me gjujt. Dikush nga njëherë merr edhe i vjen keq për atina të afërmit ose prej fqiut të tij, edhe çka bën, mos i shkonaj e gjun shport, ose jo çet macave, ose qenve runa zot. Se për këtë kësaj na që bëhet kjo vëllau nuk më erën e pëdynë nuk e ti në vëllau qysh e punojnë apo qysh e servojnë, sepse në ka mish më të mirë sa mishi i kafshëve të imta. Ndoshta vetëm mishi i cjapit edhe i dhismës me qenë më i mirë se sa mishi i delës edhe i dashit. Se kafsha sa më e vogël mishi është më i mirë. Këta kuptojeni. Sa më e vogël kafsha, mishi është më i mirë. Pra, mishi i kafshëve të imta është më i mirë, edhe më kalorik, edhe më i këndshëm se sa mishi i kafshëve të trasha. Këto do të me pas parasysh. Andaj këti vëllau i them që le të shikojmë pak që servohet se vallat kënaq edhe s'ka kur fare ere, veç du të me qitë me lmese, du të me zije, me ader dhujte, tash unë e si mësu bashkejt, po këgja nga tje me nashta vet me përkatit, edhe vëllau s'ta merr vesh kur asnjëherë nuk e merr vesh që është mishi i kurbanit që ose servohet si duhet. Se nuk e di sa kom ku veç për ilustrimi një shembull, unë e kom pas një djalë të Axhës, Allah i mëshiroft, ka vdekë para 2 vite më duket, edhe aje ka pas në golitur në kokë që nuk mundet me hangër mishin e kurbanit. Edhe ta është një afërmimi prej prendimit, edhe po më thirrën ata mua, po thonë jena në shesh. A dalën pimë në kafe, thash jo, në pas ditash e kam kohën e drekës, edhe jemi duke kthy bukën. Thash po merreti, thash atë kusherin, djalazës edhe hajde. Edhe erdhen ata. Edhe thash çka gruaja pa kish siklet se kish dëgjuar që këtë nuk e han mishin e kurbanit. Na kishëm pasul me mish kurbanit. Edhe thash mos e marzet varatet, e servoja që atë thash të tyben ta ka marrë vesh kur. Edhe ai mishi ishin ndalë, do me thonë në një tepsi me ato melmesat. Pasuli ish kështu edhe e qëtën pasulin, mishin anash, e bismillah, me 3 po hanë mirë, e hangët copën, edhe këgjat madhe, i pas bo mirë, olën po pim qaj, edhe në atje kallapi, në shaj respekt, ati që më i vjetër i thojna bali filan. Edhe në për i thonë balinel, po thonë, qështu dëk pasulin mish, tha, mashallah, tha,
mashallah, tha Zoti, ja është bereqetin e kështu. Po pim çaj thash, ti kështu të kurbanit, ja tha ngoj se shti se vjell me një herë. Edhe thash, balinel, pije çajin pas Zotit e mos bë mal, vetëm mos e zgjata se s'po marr vesh kurrë, pse? Thash çaj mishi që hongër, pas thash mishi kurbanit tash. Veç u kondo më thonë ngrit, u shkri, se na s'kena bujt me hongër këtë për një herë. Thash, kështu që tash e tutje kormo mos e përmend. E çysh ka mundsi, thas po i vjen nera ose qysh ka mundsi, unë thash, nuk kem ku inxhinier, po ka mundsi. Kështu që ati vllapi thëm edhe të tjera, hiç tek ta bëj menjes. Veç kur s'din me servue, ta qet me erë. E valla kur s'din me servue dhe mishin e viçit me qitë dhe mishin e derës me qitë vjen era, kur s'din me servue mirë. Ama ku dia çista do me lmesa, të lashe të shpelojsh, ja hjek atë fashkumen, ja hjek ujtë e parë, ku e dyne që shkojnë ato. Po çfarë erë më valla, po të kënaq valla. Të kënaq. Po, fiks. Mirë, një pyetje tjetër që më duket goxha interesante nga dikush që na ka arritur, që për këtë gjë po dukem si confuse, si dyshemt vetvete. Thotë, a duhet në këto 10 ditët e Dhulhijhes kur japim sadaka ose japim lëmosh për dikën, thotë ta bëjmë niyet me anë të një namazi 2 rekatësh. Jo, nuk duhet. E sadaka dhe lëmosh njashtë. Nuk ke këtu kur t'japim sadaka ose lëmosh, se ato nuk janë dy. Sadaka është arabisht. Qysh i bën shqip lëmosh. Edhe më mirë me thonë sadaka, valla sadaka, se kjo është, që me thonë, është shqiptarizu, ka hite shqiptarët këtë termi, sadaka edhe din këtë njerëzit. Kështu që, a ka nevojë, jo s'ka nevojë. Të e ki njetin për Allah, e jep, as e publikan, as ki nevojë me fal 2 rekata, as 3 rekata, as ki nevojë heq. Veç në vetë më nëshme thonë, Zot pranej e për i meje. Këtë gjest humana, po këtë punë që e bona, këtë bamirësi pranej e për i meje, ka që nuk i nevojë kur farë namazin. Tek çështjet e kurbanit është bërë edhe një pyetje tjetër që po pyesin, e ke, nëse zgabojmë, e ke shpjeguar edhe para disa javëve, por gjithsesi po e bëj si intervenim që është tash aktuale. A duhet me u therë kurbani, thot, për secilin antar të familjes, edhe a lejohet me u therë kurbani për të vdekur? Po, bismillahirrahmanirrahim. Sa i përket dispozitave apo dispozitës së kurbanit, fillimisht duhet kuptuar se kurbani është vajib, është obligim. Ky është mendimi i medhhebit tonë, i medhhebit Hanefi. Medhhebin Hanefi, kurbani është vajib. Pse pe sqaroj kështu? Sepse dikush mundet me lexuar një medhheb tjetër, ata e kanë sunet. Këtë mendim e kanë edhe disa dietarë eminent që kanë ndikim, domethënë me fetvat e tyre, sikur dietari Islami Ibn Taymi, po ka edhe të tjerë që kanë thonë vajib. Kishme unë dikush e që bëni vajib. Na nuk pe bojmë, po dietarët kanë thonë duke u bazuar në fjalën e Allahut. Fësalli li rabbike vënhar, për Zotin të në fallo, vënhar edhe thër kurban. Në bazë kësajna, argumenti i parë, argumenti i dytë është hadithi pejgamberit a.s. ka thonë, ai i cili ka mundësi me therë kurban dhe nuk e bën atë therën e kurbanit, mos le të afrohet vend falës son në ditën e kurban bajramit. Mos ta vjen heq në xhami. Nuk ka këtu qëllimi, mos pa në xhami. Po është një lloj kërcënimi, pse po e lën Allah nuk po e therë kurbanin. Po kjo është traditë e lashtë. E para që në vend kanë fjalën e Allahut, e dyta çka? E ngjall atë trashëgimin e lashtë të Ibrahimit a.s. se Ibrahim a.s. ka dashur me therë djalin e vet, Ismailin. E shqyqy Zotis në ka thonë thërni, djetë të pëlloj, Zot, se kërkush në kishë bo për i neve. Po, një kafsh, edhe ata nëse i ki mundësi të fjala, si ki mundësi të kur farë problemi së është. Kjo është e para. E dyta që du të kuptuar është, se për një familje që jetojnë në një kullum, apo në një banes, mjafton një kurban. Për një familje që jetojnë në bashkësi, mjafton një kurban. Mundet me bu pyet dikush po thot na jemi 10 antar, o edhe 50 nëse jeni. Jetoni në një kolum, mjafton një kurban. E ky tjetër thot po ne jetoj vetëm në banesë apo në shtëpi. Vetëm një antar, edhe për ty një kurban. Apo kupton? Nuk ka këtu me antar, këtu është çka, çdo kolum shtëpi apo çdo banesë.
e kanë obligim nëse i kanë kushtet nga një kurban. E po tash, one po du me i therë 2, të vëllo therë edhe 10 nëse i ki kushtet. Ama obligimi është për një. Është e qartë. Obligimi përfundon me një kurban. Me një kurban kryet për një familje që jetojnë në bashkësi. E tash, e treta që do të trajtuar është, a lejohet të therët kurban vetëm për të vdekurit? Dhe pyetja, a ka në fakt në fenë islame kurban për të vdekur? Një gjë do të kuptuar se në fenë islame nuk ka dallim kështu me dallue kurbani për të gjallët, kurbani për të vdekurit. Pse një gjë të këtill apo një gjë të tillë nuk i ka bërë pejgamberi alayhi salatu wassalam. E kish me thonë dikush e po mirë na po therrëm kurban na gjallët e po të vdekurit. Po na kur e therrëm kurbanin, çysh e bojnë atë lutjen doan. Edhe kjo është me rëndësi. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thirrë 2 kurban të mëdhej, me brirë kështu, të bardh, me do pika zeza këtu, ka goja, ka thundrat, ka pak aty, ka trupi, edhe e ka marrë kurbanin e parë, e ka qitë të vendi therrjes, e ka vendos kamen, e ka marrë thiken, edhe ka thonë Bismillah, Allahu Akbar. Me emrin e Allahut, Allahu është më i madhi, Allahumma taqabbal minni wa ahla beyti, o Allah, pranoje prej meje dhe familjes sime. O Allah, pranoje prej meje dhe familjes sime. Apo përmendet këto dikush i vdekun? Jo. Familja po përmendet. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë se në këtë kurban hyjnë të gjallët, e hyjnë edhe ata që kanë vdek. Se familja jote janë edhe baba që të ka vdek, edhe nana që të ka vdek. Kështu që nuk ka nevojë tash këtë kurban, o Zot, pranoje për të gjallët e familjes sime. Ndërsa po e marrë edhe një kurban po e thirrë, pranoje për të vdekur të familjes sime, nuk është në rregull ky veprim. Pra, një kurban mjafton për këtë familjen të gjallë dhe të vdekur. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thirrë 2. Të parën e ka thirrë për veti dhe familjen e vet. E të dytin e mori, e qiti të vendi therrjes, e vendosi kamën, e mori mjetin e therrjes edhe tha, o Allah, pranoje këtë kurban për ata që ty të kanë dëshmu që i e Zot i vetëm që meriton të adhurohesh dhe kanë dëshmu për mu që janë pejgamber i yti dhe nuk i kanë pas kushtet. Pra, ata që si kanë kushtet, me therë kurbanin le të rrinë rahat, le të jenë të qetë, pse? Se për ata ka therë kurban kush? Pejgamberi alayhi salatu wassalam. Heq nuk do të mundi ata keq. Pra dhe një herë të asërojmë, është të gabimisht me mendu se në Islam ka kurbanat të caktuar për të vdekurit, edhe shumë gabimi madh me mendue, qysh mendojnë disa se në natën e Bajramit therrët kurbani për të vdekur, e në ditën e Bajramit për të gjallët. Kërkon kështu shkuniq. Nuk ka kurban për të vdekur, as nuk ka ditë apo kohë caktuar. Pra, kurbani therrët për familjen, o Allah pranoje prej meje dhe familjen time. Familja jote janë të gjallët edhe të vdekurit. Kjo është mënyra më e mirë. Apo kjo është, më thonë, ajo që na ka mësue pejgamberi alayhi salatu wassalam. Edhe një pyetje që është e fundit për aspektin e kësaj teme, mendoj janë disa jashtë, domethënë të temave të ndryshme. Thotë kush e ka obligim therrjen e kurbanit në kuptimin sa para duhet të ketë një njeri, ose cilat janë kushtet primare që e detyrojnë ose që e obligojnë thot një njeri të therrë kurban. Po. Sa i përket kushteve që do të plotësuar një besimtar musliman apo një familje për me thënë kurban është kështu. Çdo familje muslimane e cila e ka të siguruar ushqimin për ditët e Bajramit, nuk ka një krizë, po i ka të siguruar ushqimin edhe pijet për ditët e Bajramit. Edhe ka një shumë të vogël që me të mundet me ble kurbanin. Pse po them të vogël? Sepse na kena kurban edhe me 300 euro, kena kurban edhe me 400 euro. S'di e dinte? Këta kurbanat e mdhej, shambull, me 400 shkojnë. Po shumë të vogël është fjala 200 euro.
Okay. Pra, ti me familje ki me hongër edhe me pi për Bajram, apo? Po. Po janë të nejtë në 200 euro, 300 euro, ti ki obligim. Okay. Ti ki me hongër me pi për Bajram, po si ki 200 euro, i ki 50 euro, e ki obligim? Ja se ki obligim. S'po plotësohet kushti. Pra, kaq është përgjigje. Mirë. Një pyetje tjetër që na vjen nga një dëgjues, se thotë kam pas një operacion në mitër. Edhe thotë her pasera akoma thotë po kam gjakderdhje. A obligohem thotë me vazhdu me fal namazin? Allah e shëroft këtë motër me shërim të plot, sigurisht se do të me fal namazin. Pse? Sepse kjo hyn në atë kategorinë e besimtarëve që kanë arsyetim shariatik për me u falë edhe në atë gjendje. Pra, janë persona të veçantë apo persona të caktuar që arsyetohet veprimi i tyre. E në këtë rast, me qenë së është operua dhe gjakdera nuk nalet, atëherë kjo çka për çdo namaz me abdes edhe aty e paston vendin e vendos një fash, ose nëse e ka fashën edhe nuk rrjedh gjaku, atëherë me një abdes më të falë më shumë se një namaz. Po nëse gjaku rrjedh në vazhdimsi, atëherë e përsërit kënd, e përsërit abdesin për çdo namaz. Po nëse ka ngarkesë, atëherë çka e ka një lehtësim, e fal drekën kur në kohën e fundit, me abdes e fal drekën pret pak edhe e fal ikindin në fillim të kohës. Drekën në fund të kohës, ikindin në fillim të kohës, që më lehtësua. Kështu vepron edhe me akşamën e yatsin. Nëse ka vështirësi. Po nëse s'ka vështirësi, atëherë me abdes pak pa hy dreka e fal. Edhe po në kryen punë të veta, kur vjen ikindia merr prap. Nëse s'ka vështirësi, se tash nuk e di atë formën apo nuk e di atë shkallën e dhimbjes se çka ka operim. Po se s'ka dhënë më shumë detaje, domethënë është pak më kështu. Mirë, po vazhdojmë me një pyetje të dërguar nga një dëgjuese, një motër, thotë selam aleikum, juve dhe hoxhës. Aleikum selam. Thotë burri po kërkon nga unë, thotë ose thotë çfarë obligohem, thotë nga obligimet ndaj burrit tim, thotë sepse ka shumë kërkesa. Një prej tyre thotë është që të dobësohem, edhe ta mbaj veten e duke më mirë, sepse nuk po është i kënaqur. Thotë deri ku obligohem, thotë unë në këtë aspekt. Po nga obligimet e gruas apo nga detyrimet e gruas që i ka ndaj burrit e saj është bindja ndaj burrit në çdo gjë që nuk bie ndesh me parimet e fesë edhe me çdo gjë që mundesh ti me realizue. Që do të thotë kërkesa e burrit që gruaja të dobësohet është e natyrshme. Është halal. Mirë po, qëtë standard, qëtë kriter, burri do të me pas edhe për veti. Se ndoshta e thëtë gruaja, edhe ti të dobësohesh. Se ndoshta edhe kjo është me mbi pesh. Ose e kundërta, kë ndoshta është nën pesh. E pastaj kërkon gruaja që edhe kë të dalë çka, edhe të shtoj kilogramet edhe të dalë në peshë normale. Dhe gruaja është në rregull me u mundue, me u rregullue sa të mundet, edhe me u zbukurue sa të mundet për burrin e saj. Do të me bo ma të mirën e mundshme. Po kjo është gjithçka që ka mundësi me u bo. Nëse s'ka mundësi, s'ka mundësi. Me ato që s'ka mundësi Zotis të ngarkon, se Allah thëtë la yukellifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allahu nuk e ngarkon askënd përveç se me ato që mundet me bardh, që mundet me çuë. E tash për me 1 kilogram nuk është e far problemi i madh. Nuk ka problemi i madh. Disa duhet me ndal gojen, disa duhet me ndal ëmbëlsirat, disa duhet me ndal brumrat, disa duhet me ndal ato, disa duhet me bë ushtrime, lëvizje apo më mirë me thonë aktivitete fizike. Unë nuk jam mjek tash, as nuk jam nutricionist, po të lexutu po edhe po mësohet njeriu ato që po na sugjerojnë neve nutricionistët edhe mjekët është ecje sa më shumë, ecje prej aktiviteteve të lehta, po të suksesshme është ecja. Bile për neve këtu në Prishtinë është gjëna që ne nuk e shfrytëzojmë taukbashën e parkun e Gërmis, pas tërti,
gjelbrim, bukurie, gjitha këtu ne ka dhënë Allahu, kështu që ecje, po thonë mjekët bashkohet, dikun preferohet 10.000 hapa, që nëse e kthejna në kilometra i bjen një 6 apo 7 kilometra brenda 24 orëve. E tjetra, përveç heqjes së peshës, gruaja obligohet me u zbukurue, me u vesh mirë, me qenë atraktive për burrin e saj, me u parfumos për burrin e saj, me përdor makijazh për burrin e saj, jo sikur të na hosh bot trend. Çdo dali jashtë shtëpisë, gruaja me u vesh me rroba të bukura, me përdor makijazhin, parfumet e krejt. Ama kur rën shtëpi, ja më çfarë aty rën fanmer, kanë trener, ka se ka kur problemi për burrin e saj. E ti kur po delesh kujt po ndreqesh ti? Jo, po njerëzit, se ti apo njerëzit e je martu me po, çka po ndreqesh? Po edhe po martu me çan çka? Të se dorë aty me shit trupin, të se dorë aty me rënë çandet vëmendjes. Se po mduket disa nuk kanë suksese, nuk kanë të arritura në jetë, atëherë me veshjen e tyne, me makijazhin e tyne, me ndërhyrjet e tyne, i kanë bërë fytyrat si plastika vëlla, sikur ato topat e plastikës. Nuk e din ku fytyra natyrale, origjinale, ku fytyra e plastifikuar, nuk e din huna, a hunë natyrshme, a është hunë plastike, çka është? Apo molzat, apo ato thirrzat në sy, apo vesht ai ka, apo ku e dyne plot sene vëlla. Pse ky investim kështu? Për kanë, për burrin, po pëte burrin apo ka që mi bëj këto intervenime? Jo, s'po ka që burrit, po i bojnë shoqë, po i bojnë grapa. Çka po të intereson ty? Çka po të intereson ty? Andaj do të me pas kujdes, gruaja ka një person që për të do të me bëj gjithçka, është fjala me pamjen e saj, është burri. Andaj në këtë rast, ajo që është e lejuar me bë, do të me bëj kjo moto sa ka mundësi, s'ka mundësi, nuk ka mundësi. Do të marrim edhe një pyetje tjetër që ka arritur me shkrim. Thot selamu alaikum juve dhe moderatorit. Aleikum selam juve hoq dhe moderatorit. Deshta thot të bëj një pyetje, thot unë jam lexuesi i Kuranit në gjuhën arabe, thot e lexoj goxha mirë. Alhamdulillah. Thot por në gjuhën arabe, thot kur e lexoj, thot e ndjej, thot dhe e përjetoj shumë mirë. Më duket thot sikur më është bërë me mjalt shpirti. Kështu që ka thënë. Ndërsa thot të njëjtën gjë thot nuk e ndjej në gjuhën shqipe. A e kam thot mëkat ose a e kam haram thot që se ndjej këtë nëse e lexoj në gjuhën shqipe. Jo, nuk di pse me pas mëkat kur far mëkati, nuk e kije për ato që e ndjen në original, ajo është normale, sepse Kurani nuk ka mundësi, as nuk ka pas mundësi as një herë të përkthehet i tëri komplet ashtu që i ka zbrit pejgamberit alayhis salam. Për ata ne e gjejmë aty në për Kuranat e përkthyer që i kemi 4 apo 5 në gjuhën shqipe, 4-5 përkthime i kemi në gjuhën shqipe të Kuranit, apo ndoshta edhe më shumë, ndoshta janë bërë 6-7. Aty shkruan thot tergjemet me anil Kur'an il-Kerim, që do të thot përkthimi i domethënieve të Kuranit fisnik. Edhe në anglisht është qështë, edhe gjermanisht, edhe francisht. Përkthimi i domethënieve të Kuranit fisnik, jo përkthimi i Kuranit. Se s'mundesh. Nuk mundesh asnjëherë të tërin, sepse është fjalë e krijuesit që u dedikohet krijesave dhe përkthehet në mentalitetin edhe çka në të kuptuarin e krijesave. Dhe me ndije Kur'anin në original, edhe me ta freskue zemrën, edhe me ta freskue trupin, leximi i Kur'anit, edhe me të motivue kjo shenjë e mirë dhe shenjë e imanit e besimit. Një dëgjuese, një motër pyet, thot, një shoqe ime e ka gjetë një sinxhir të dukatit në park. A e ka, thot, haram nëse e mban? Pse kjo po pyet për shoqen që pse kjo për shoqen po pyet? Ajo shoqja le të pyet vet. Po do çka më pyet një shoqe, jam një shok i imi, në kështu ku ta diun, se cilë pyet për vete. Nëse asaj shoqes
tonë dhe motër interesant, na pyet në emisionin e radhës, a na pyet privatisht i kallzojnë në qytet më abo. Mirë po, nuk është arsyeshme më bë autorizime, e kom gjetë një orë për të hoxhen, e kom prish namazin për të hoxhen, po te as nuk i përfaqësues, as nuk i avokate, do të më fshikë mentalitet, se cili pyet për veten e vet. Arsyetoj kur pyet dikush për gjyshin, ai gjysha 80 vjet, 90 vjet ai nuk, dhe më përdor rrjetet sociale dhe pse plet po din tash më përdor, atëherë bën me autorizuar. Në shoqë ima. Është kanere tërhiqen pak prej kësaj çështjes e personales edhe qesin diku tjetër ndërkohë e kanë qëllimin. Në rregull, nuk pesha këto shumë serioze, shumë përgjigje, çka më bë ka rregulla fetarisht, për senet e gjentora duhet me lajmëruar në xhami, imami i xhamis, edhe lajmërimi duhet të jetë publik për një vit, edhe nëse lajmërohet dikush me marr, edhe e përshkruan çysh është ai zinxhiri ose ora ose ari ose ku diun e çka i jepet. Nëse nuk e përshkruan, për shembull thot imam i xhamis, është gjetë një orë këtu afër xhamis, edhe le të lajmërohen. Tash ai vjen shembull dhe pyet, jo se di thot çfarë kom pas, atë se merr korrata. Ja, po s'ponesh me marrë orën, pa ditë me ditë, ose kanë humbur një shumë e pareve, edhe vjen sa, po se di vëllai s'u kanë humbur, Allah s'pe merr asnjë cent. Se di të çfarë, se ne di kur humbi po dhe njëra më humbe diktoj. Hiç kufa problemi se ka. Kështu që një vjet ajo jetë e publikuar, e pastaj mas të vitit vendosin domethënë imami me këshillin, edhe mundën çka me shfrytzuar për nevojat e muslimanëve, për nevojat e xhamisë, me kon shumë e madhe diçka mund edhe me investue, edhe nëse që i ka hupa i mjeti apo ato mjetet, është musliman, e lusim Allahun t'ja pranon për sadaka. Po nëse s'ka qenë musliman, e lusim Allahun që ta udhëzon. Ashta kjo bëhet sebeb, kjo shuma, edhe çka, edhe udhëzohet në rrugën e Zotit. E nuk është rrugës si të gjesh një sen, ta shtënë në xhep, edhe kërkuj na hiç. Jo, do të me publiku ata. Mirë, këto ishin parafërsisht pyetjet, parafërsisht dhe përfundimisht pyetjet që kanë arritur deri në këto çaste në program. Unë të falenderoj shumë që edhe sonte ndave kohën të ishe me ne në këtë transmetim në radio televizionin Pendimi dhe në dritën e së vërtetës. Faleminderit edhe juve, faleminderit edhe stafit që na shoqëruan deri në këto momente, edhe Allah ju shpërblet për punën që po bën, Allah ju shpërblet edhe të gjitha ata vëllezër dhe motra që po ju përkrahin moralisht edhe materialisht, edhe po e mbajnë gjallë këtë medium të nderuar, kështu që ju dëshiroj juve edhe gjithë besimtarve sa më shumë punë të mira gjatë tyre ditëve që na kanë mbet pak, se mërkurin inshallah jemi në ditën e parë të Kurban Bajramit, na kanë mbet hënia dhe martja, më rëndësi që na kanë mbet ajo kryesore dita e Arafatit. Të shfrytëzoni maksimalisht me punë të mira të mbara, të arrini kënaqësinë e Allahut, edhe kush i ka mundësitë gjatë ditëve të Bajramit, ditën e parë apo dytën apo tretën, ta therr kurbanin, sepse ajo sakrificë bëhet për hir të Allahut te bareke ve teala. Dhe besoj që ai kurban nuk do të shkon hoq, se pejgamberi alayhis salam na ka tregu, ka thonë kurbani me britë e tij, me leshin e tij, me thundrat e tij del dëshmitar tek Allahu se filani e ka thirr atë kurban për hir të Allahut te bareke ve teala. Kështu që i lës vëllezërit edhe motrat, familjarët që mos ta neglizhojnë apo mos ta tejkalojnë këto kurbane si diçka jo shumë të rëndësishme, se është një adhurim i veçantë, është një adhurim shumë karakteristik që i thotë Zotit, o Zot, ti ke kërkuar prej dikujna me bo sakrificë djalin, ai ka arrit me bo, Ibrahimi, ka dash me bo. Alhamdulillah që neve zas na ka obliguar, na bojmë kurbansar të na urdhësh. Allah nuk na ka urdhëruar shpesh, përveç se kur e kem tash këtë festën e madhe që edhe quhet festa e Kurbanit, Kurban Bajrami, i bjen festa e Kurbanit lidhet ekskluzivisht me sakrificën, me kurbanit të cilën e bëjmë. Allah shpërblet ju. Faleminderit. Shikues, miq të dashur, të nderuar ju dashamirës dhe përcjellës të emisionit Drita e së Vërtetës. Ishim së bashku që nga ora 20 në këtë transmetim dhe këtu po i vije fundi këtij edicioni për këtë javë. Do të ridëgjohemi me lejen e Zotit të dielën tjetër deri në takimin ton të radhës. Mua s'mbetet gjë tjetër përveç se t'ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhenetit.
Assalamu alaikum rahmetullahi wa barakatuh.